Pyetje hoq, ata të cilët akuzojnë pasues të Sunetit që kritikat që i bëjnë apo paralajmërimet që i bëjnë ndaj shiave, të tillë thonë se ju po e pasoni politikën e Arabisë Saudite, për atë arsye dhe i shoni Shia. Këtë rast e shoni Irani. Don sikur shiizmi ka filluar me politikat e Arabisë Saudite sot, nuk ka qenë qysh më herët. Kjo është i pasqyrim, këtë tregon është pasqyrim i vetes së tyre. Ata tani gjykojnë mbi ne në ato që ata janë. Pra, ata i ndjekin gjën në bazë politikave. Sipas politikave të shteteve, interesave. Sepse kështu ata mendojnë, se të tjerët i akuzojnë, pa kjo në rreth pa ish akuzë. Mbetet akuzë dhe shpifje, thjesht. S'ka asnjë lloj argumentimi, thon. Ai dëshiron të akuzojë ty. Dhe kjo është siç ke thirrja e Muhamedit ibn Wahabit, akuzuan. Ai thoshte, për shembull, Allah më shëroft, thoshte nuk lejohet ndërmjetësimi me njerëz të mirë, pra të vdekur, varret e tyre, ato thoshin ai nuk respekton njerëz të mirë, ai nuk respekton familjen e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Thotë nuk lejohet ti lutesh Profetit sallallahu alajhi wasallam varrin e tij. Kjo është ndaluar në fe, nuk ka. Nuk ka argument. Është për shirkut. Atëherë thotë nuk respekton Profetin sallallahu alajhi wasallam. Këta njerëz të cilët thonë, ju ndiqni politikën e Arabisë Saudite në lidhje me shiizmin, themi, nëse Arabia Saudite misohet me ata, atëherë unë jam po ai që të ndjek një të linj, sepse buron nga besimi im. Ata thënë Kurani është i mangët, ata shajnë sahabët e Abu Bekrit, Omerit, në besimtarëve. Ata kanë gjyra në bazat e fesë. Nuk ka lidhje me politikën. Po nuk ka lidhje me interesa. Unë nuk jam a shteti, as ministër, as drejtor që i institucioni, që do ruaj tani linjën e zyrtare të shtetit tim. Unë jam i hosh filan dhën, po flas në bazë besimit tim. Dhe unë them, shiizmi s'ka pjesë për feson, nuk ka pjesë. Është firqa batënie, pra shiizmi rafidit, është firqa batënie, është një degëzim batëni që kanë fshehur mos besimin dhe shaqin besimin, pra atë besim që ata thonë është për Islamit, që nuk është për Islamit. Kanë emër. Dhe gjithmonë këto grupacione, qoftë të thelluara në sufizëm, qoftë dhe shiizmi, janë dy grupacione që i kanë shërbyer më tepër, i kanë shërbyer mosbesimtarëve ose aty që kanë dashur të keqen e Islamit. Prej kohësh. Dhe këta në emër të kujt dashurisë të familjes së Profetit sallallahu alajhi wasallam kanë abuzuar dhe kanë bërë ato që kanë bërë.